Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin Kultura Shqiptare në Emigracion. Pa disa ditësh ne kaluam një vremje jashtëzakonisht të shkëlqyeshme, ishte vremja gala për rastin 25 vjetorit të Televizorit Shqiptar të Amerikës. Me këtë rast falenderoj gjithë ata që ta kanë marrë pjesë në këtë event, por edhe gjithë ata që nuk kanë dërguar urime, edhe ata që dërguar urime i falenderoj pasi i shikojnë televizionin tonë. Është një emision i shkurtër, por i dedikohet dhe i suportohet të ftuarve në emision. Por i pari që unë do ta prezantoj tani është zoti Vran Gjoka, i cili ka qenë drejtori artistik i organizimit Sembranie. Ta falenderoj shumë për pjesëmarrjen, për energjinë e re që solli televizionit në këtë vëdhëtia, dhe jam me një host, jo vetëm si drejtor dhe pronari i televizionit, por edhe si një ardashës që jam. E falenderoj shumë. Falenderoj zoti Vran Gjoka që ke marrë pjesë në këtë organizim dhe qysh nga projektimi dhe realizimi me sukses. Faleminderit, kënaqësia ime. Së dyti kemi një mikun tim të hershëm, shpesh unë i them në këto emisionet kur takohemi së bashku me të në muzikë, i them kur nuk të shikon, por dëgjon zemrën i thuaj, ua, ku është Bujar Qamili? Pra si ashtu këndon dhe ka një emërsi, është Artur Matia, misi ka Artur Matia. Misi gjeta. Jo, pa që ti me nash emërsirin në fund. Pasi ju të ndiq një material dhe në bas materialet do të shikojmë. Është personi që vazhdimisht nëse televizion, ju e dini ato amvisat e familjes, i përdorin gjërat që janë me pak, bajnë edhe eventi ku pra i ruanim se mos vinë një mik. Personi që unë personalisht kam një nostalgjit veçantë pasi shikus nderuar, unë nuk do të harrojmë traditën e veçanërisht instrumentat të cilët na kanë rritur në breza, por ajo është edhe modern. Pra ka një këshiltim midis modernes dhe tradicionales, edhe ky është Bearneli. Dhemi për rigjuar qimi. Besoj se ne kemi palemit kohën edhe pse avioni i shkon tani shumë shpejt, por unë dhe kërkoj me kuptimin të dy të ftuarve që të suportojmë në kohë, të shtrydhim sa kemi mundësi. Mirë se ka ardhur. Mirë se ju gjeta, ju falenderoj shumë për ftesën që më keni bë. Mora pjesë edhe të aktiviteti, ishte shumë bukur, në çdo pikpamje, me fjalë, organizim perfekt. Ju falenderoj ju, zoti Gani, dhe një falenderim të veçantë kam për mikun tim të ka hershëm, domethënë që është vlerë për gjithë kombin tonë, Vran Gjokën. Faleminderit, kënaqësia jonë shumë e madhe që të patë mesin dot. Gjithashtu edhe për mua ishte kënaqësi. Të falenderoj shumë për prezencën dhe edhe pse kapelën e ke urë shumë e të bendë të foshuar, ti i ri, unë mësova në shkojë, edhe me një mend, ne shqiptarët kemi një vlerë jashtëzakonisht të madhe në artën, në kulturë, dhe veçanërisht unë nuk e njoh shumë anën tuaj artistike, shkollimin, edukimin tuaj, jetën tuaj, edhe mendoj ta sillni vetë, por i them të gjithëve shqiptarëve se ju jeni një xhevahir në artën dhe kulturën shqiptare. Faleminderit shumë. Bravo. Ishtë mosha që vjen rritet dhe mërësia. Kush është Bearneli? Unë, Bearneli është një muzikant, domethënë kam lind në fshatin Macogull. Nga mosha 5-6 vjeç kam filluar me qifteli. Duhet të thonë që kam pas traditë familjare. Babim ka qenë artisti i merituar dhe mjeshtri i madh i Bearneli. E kena pas gjithmonë. Aty është një gjuhë në shtëpinë tonë, atje një fylle qifteli gjithmonë është një gjuhë, domethënë nuk ka pas shkëputje asnjëherë. E kam filluar 5 vjeç qiftelin vetë, në fjalë se babi i punonte në Borrell, unë isha në një fshat Macogull, mrapa ka mrapa poshtë. Edhe kur më ka ardhur më ka gjetë me qifteli, duke më ka thonë, "Oh, ishte surprizë për ta." Atëherë kam ardhur në Borrell, më ka mësuar fyllin edhe përdorte një shprehje atëherë, thotë babët e shokëve vetë është të bë shumë i rrezikshëm ky. Edhe kështu fillova atëherë, kam marrë pjesë në festivale me orkestrinë e Matit, që është një orkestrinë që ka fituar shumë tituj në festivalet folklorike që organizoheshin. Pastaj jam shkolluar në lice e më vonë për muzikologji edhe të lartën. Edhe këtu kam marrë për audioinxhinieri në New York, në fjalë që te pjesa e studios. Kam pas shumë aktivitet të gjatë, nuk jam shkëput ndonjëherë nga skena.
Ku të dedikon shumë talentit, genit, apo dhe punës që duhet në art? Njëherë talenti është kryesori, pa talent nuk mund ashtu, por unë faktikisht kam pas hobi për të bërë futbollist, po babi im ka këngull gjithmonë te muzika, sepse e shifte se kisha më shumë talent te pjesa e muzikës. Edhe ja dedikoj babit tim, domethënë që ai ka qenë mbështetësi kryesor. Si e konceptoni artin me sportin? Nuk i shoh shumë të ndarë, domethënë, të paktën natyra ime, jam natyrë artistike dhe bile s'ka rast dhe kur luajm futboll nganjëherë po nuk qesh në si gjithkush, po kjo unë është më e theksuar. Nëse nuk jam në humor të mirë, nuk luaj dhe mirë, ma bëjnë vretje shokët. Ndërsa kur jam në humor të mirë, më thonë, ke bëu gjëra të bukura, kështu është, domethënë, mund ta lidh me artin, pjesën artistike, domethënë se edhe Unë ju prezantova në fillim dhe kompozitor. Cila është trirja juaj? Cilët janë këngëtarët që ju e keni bashkëpunuar? Dhe a jeni të kënaqur me kompozimet tuaja? Ndoshta të vetë kënaqur, si më thënë, i kënaqur po jo me kaluan atë njeriu duhet të rrihet gjithmonë me kam tokë, si thamë ne. Kam bashkëpunuar me shumë këngëtarë dhe e kam si mision, domethënë duke qenë se vi nga një familje që me traditë popullore, se unë kam edhe muzikën moderne, luajn kitare këto pa diskutim, por e shoh si mision, për shembull, qoftë edhe nga ana komerciale, se tani duhen edhe fitimi, normal se nuk mund të mbijetësh, por jam mundu me rujt traditat. Për shembull, me ka ardhur kënga nga Puka, ka pas qejf që të një gjuhet pak stil pukian, të jetë një nuë shqyt, nëse mund të thami kështu. Tamam, tradizionale. Ti ngjaje pak, ka ardhur nga zonat e tjera dhe do me thonë, kam qenë edhe shumë i suksesshëm nga ana komerciale, po edhe në rrugën e traditave. Disa të këngëtarëve që ju e keni bashkëpunuar. Fran Gjogën, që është super artist. Me cilin gang? Me cilin gang? Kam disa kam. Po thuaj se gjitha kam që kam të 10 vjeçarit fundit ose më gjerë, kam me Beharin dhe kjo është vetmja dorë që shëron veshin tim. Po, zoti Artur, duke bashkëpunuar? Jo, do bashkëpunojnë tash. A kupton se unë na njoft shumë përpara, por ishte kënaqësi e madhe mram që na keni ftuar në 25 vjetorit e Alp TV, the best TV of United States. Okay? Është e vërtetë, do flasim vërtetë. Edhe inshallah na gëzoni me lajmet tuaja gjithmonë për Shqipërinë, për botën, me dhanë lajme, me dhanë koncerte, me dhanë traditat tuaja të bëme prej Alp TV, jo mi bledi ku me i pru këto, a kuptan, se ju e kuptoj që ti e maj miri për mu, për Albanian in United States. Ashtë klani atje, ju ti e klani dytë. Na do të me kanë bërkume dhe knashësia ma madhe që kam të Behari, është dje edhe sot, se ka që kishim kohë na. Me nej, me hangër, me pi, me kënu, edhe me ba bisedat, ishte knashësia madhe, se ka që mirë, ka që thjesht, po kompozitor i balë. Sot, të në kongë të tia, unë të ta mund, janë në tregë që shiten. Nuk e di sa fitën Behari me ata, por këngët e tia, kompozimit e tia, çdo këngëtar i kanë Behar Neli. Cilët janë këngëtarët e tjerë? Janë shumë. Janë shumë. Ka fituar shumë çim, po. Zev Beka, kam frikë se Ingel Hatrik Nanjanit janë shumë këngëtarë, Elisabeta Marku, Ben Gjeloshi, Nik Qarku, Gjolin Proni. I koton. Shqipe Kastrati, biles kanë bërë dhe një duet me Franin, shumë bukur, super këngëtare, po edhe nga Kosova, nga gjithë tre. Ka menojnë mundësine të bëjmë diçka sekuencë shkurtë? Po, ta mërë nga YouTube, pa të. YouTube? Po. Dakor. E thash në fillim që duke qenë Korçare dhe thash që janë një koqirja i ruat. Të lutem tani. Doje melodit plot, nga juve me qiteli edhe një melodit plot. Me fyll.
Pastaj mund bësh sekuenca të shkurtër apo në një melodi të plot, sipas se si janë këto zhanret e veglave, unë nuk di shumë mirë. Unë fillet iniciativia kur isha fëmijë, po. E keni traditë dhe ju, një stil të këndshëm. Po, pyetja është kuptoj edhe qytetarët, edhe Patjetër. fut në botën e tij. Mund të jetë instrumenti më i përhapur në botë. Po ti ke një stil shumë të embël, ndoshta stili dikur bon do të thonë stili Nelit. Po, kemi pas mjeshtra që kanë influencë. Po. Ke një ëmbëlsi. Ka një ëmbëlsi. E ka falë Zoti. Edhe këto nuk të në kushtet e filmimit tonë në absolut, po shikuesit të duan sepse i mirë. Është kënaqësi. Më dalin me fjalë njerëz, sidomos kur mor komplimente nga shqiptarët e jugut, është kënaqësi e veçantë. Kemi prapë këtu në Michigan. E meriton. Okej, po bëj një pjesë të shkurtër, po. Bravo. Ato që ke të pëlqen ty. Një shkurtër, motivet e kësaj melodie. Janë të mora nga motivet e babait tim. Ka pas një pjesë, ndjes pas, se nuk jeton më, ka pas një pjesë, Pas dritë në tjetë. faleminderit, zoti i rujt. Ka pas një pjesë 2/4, atëherë kompozitori Naim Gjoshi e ktheu në 7/8, edhe e kam luajtur qysh 13 vjeç. Edhe u kthi. Pra ndërthuren, kështu është vazhdimësia. Ku i qenë frymëzimin ose çfarë razon me këtë melodi. Se për shembull, rasti konkret, kjo është një valle shumë e bukur. Po. Që luat do Bura shqiptar që. Shqiptare. Ishte shumë realizuar bukur. Duhet të them diçka me fjalë që si çdo trevë që ka ato me fjalë pasurinë e vet folklorike, ne e kemi shumë të avancuar, jo të avancuar, po shumë të theksuar. Biles është një shprehje që ka thënë dikur profesori i nderuar Ramadan Sogoli, mati është bunari i folklorit. Bravo. Ka, domethënë, këto motivet burimore të nxisin shumë. Nuk mundet me i lviz kërkosh prej shkamit aty. Po, edhe Faleminderit shumë. gjithashtu, faleminderit. Tani, këtu në Amerikë kemi shumë persona që luajnë çifteli, edhe Shqipëri ka persona. Po, patjetër. Në akollin e kemi marrë sa po në akollin nuk ka pjesë profesionale për transmetim me zori gjejmë. Ju e keni qenë më prezent në aktivitetet kulturore të zhvilluara show të mëdha që bëhen. E duam falenderuar televizorët kombëtare që t'japin akses. Po, patjetër. Shanse juve. Në një kohë ata sigurisht ta tim për nder. Ajo është një marrëdhënie ndërsjellë, domethënë. Biznes. Okej, dakor. Jo vetëm biznesi, po është mision fantastik ta përcjellësh se edhe unë pa televizorin nuk mund të bijetoj, është shumë e thjeshtë. Shikuesit janë dhe persona që jo se kanë qenë, po domthon si mund t'i kthesh të gjithë nëpërmjet çifterisë, një melodi të bukur që neve të shikojmë gjithë në emigracion.
bravo. Individet janë individ, por qiftelia për zonat të ndryshme luhet një lloj apo se Pyetje shumë e zgjuar. Nuk është një lloj. Ne kena çiftelinë ndryshe. Edhe kjo çifteli ekziston, si më thonë, te ne, po nuk është shumë, të paktën në orkestër ne kena shumë ndryshe. Për shembull, nëse orkestra e Pukës ka tingëlluar në do, Po, shumë e vërtet, po. ne orkestrajon në sol. Dhe ishte ai gërshetimi i 2-3 oktavave, na bëte më të mundur se sa orkestrat e tjera. Na jepte një lloj tingëllimi ndryshe, domethënë. Ne kena pak ngjashmëri çiftelia e Matit me të Mirditës, edhe me të Dibrës, po prapë i kena të veçanta. Në vitin 1998 në Bullgari ju keni marrë një çmim. Cila melodi ka qenë që ju keni fituar edhe vegël? Me fyll dhe me çifteli, po. Me dyja. Po. Ka qenë, ishte festivali i Evropës lindore, domethënë, edhe u shpalla instrumentisti më i mirë. Ka qenë ajo që luajta para dhe ka qenë edhe tjetër. E tjera. Bravo. Një pyetje pa përgjigje eksakte. Ju thash motivet që juve krijoni se jeni krijues, kompozitorë që krijues. Po, sigurisht. E do na bësh tani edhe një krim sepse zotin Frane e përjashtoi sot edhe si jemi të shtëpisë me Franit, e kemi mysafir turin. Edhe pak më vonë mund na bëni një kompozit vogël, qoftë edhe i vogël fare, së bashku, live, por Do improvizojmë. Pse jo, ja. por melodia që ti bën me instrument, nga i mirë ato mëzimet dhe mesazhet që po apo njëra kthehet në valle, tjetra kthehet në hip. Si është kjo, është magjike kjo, po është Ka pas një shprehje të bukur të poetit të mënjohur Jorgo Papingji, domethënë që frymëzimi nuk është kur të dush ti, po kur do e frymëzimi. Edhe vjen një moment që mund ti jesh duke del diku në shef një natyrë të bukur ose diçka të bukur, domethënë. zakonisht Bilbili ku ti referohet, zogjve, shpendve, melodive të tyra, Po, ka ngjashmëri. Ndoshta, se kam mendu kështu, po besoj, po. Edhe nga vet emri Bilbil, po kjo është interesante se ka gjithë bota, po thujse. Për shembull, është i njëjti instrument që e kanë airisht. Po. I njëjti instrument që e kanë peron. Për shembull, Indian, Tazam, dhe Mariks, të Tazam- kanë edhe ta. Po, bravo. Shqipjane, për shembull, ose Titanic që është si më thënë, thjesht ndrysho stili. testojmë, që ose ecim këto pjesët tu në Amerikë, Mirë do ishte. testojmë, jo, po mund të vish pak të një muaj, 2 ditë, edhe shkon për të një. Zotnia, Po. është Ju jeni vërtet si original. Ashtu. edhe Asë nuk jam lodh me e pas. kompozitori shkruar, Ma mirë. kompozitori shkruar për krimtarin. Po. E këtu kemi Artur Matin, Unë edhe po, kam pasi bashkëpunim turi një muaj, po e maj mend për mirë se njëri shumë pozitiv, edhe këngëtar fantastik. I thaj ngjashmërinë me Bujarin, këtë radhë nuk e vënë re, sepse ka avancu dhe ka krijuar personalitetin e vet që tani tingëllohet shumë më bukur. Si ja ka ngel mbrapa. Jo Xhamili, jo ngel mbrapa. E kena- Ma tjetër që mbrapa. Edhe është njëri i përkryer, njëri me që t'jep energji pozitive, edhe aty alegër, fantastik fare, edhe këngëtar brillant. Faleminderit se për respektin edhe të Bujarin, unë e du fort. Beharin. Edhe Beharin, normale. Ti zotni tu që e ke tu në skenë, Franin, e du fort, a dit, po mram se do flasim tu shpirtin ton.
mram ma ka që shpirtin mu ma nelt, si me kena ai aktori më. Ta thash mram, ja haraj emnin, Robert Rashad Arbana, yes. Me vokalin, me foljen, ja ka dhanë zot. Është i lindër, Franja është artist i lindër. Bim të kanga muzikës, na do hecim para. Unë kam shumë këngëtarë që i kam njohtë, i kam dashur gjatë rrugës teme muzikore, por unë Bujarin e du fort, njësh, kam tjerë, për nuk mund me folë kështu, i kam të trevave tjera. Je detyruar që të vesh ti pas melodisë mjeshtrit, apo a i bërë melodin të këmë? Jo, për shama, a do flasim drejt, më dash, a do flasim drejt? Po, drejt. Drejt, okej. Kur ka dalë Bujar Çamili me këngën Ky maraku i shkret, nuk ma len zemrën të qetë. Unë jam kërë fëmijë mërë burë, edhe, beautiful. Mëse në të njëjtën kohë, ne nuk në leju me pa televizorin italian, në këna pa të Rajuno, mani mend ju, Rajunon, Rajdushin, se i mersim me këta antenet shtu, edhe këna pa dhe Jugoslavi, se ne në kënë mafër e Jugoslavi, kënë pa Shaban Shavleq, se në sakit. Me këngën ti? Po. Me Shabanin, me Sinanin kam arrit me kënu me te, kam kënu në Bronx me te. Lo dhe herë, kisha një bisedë me Torin këtu dhe vëmë ca këngë. Po, originale kja, po. Original. Po, balkanik. Po, Balkan Harmony, ka kanë koncerti jem. Po. Ma pjesë nga. TV Shea ka i gjizu. Por vinë disa patriot, pas 2 ditësh në banë mua, ti do të klosh falja në steore. Se ka kënduar kënë. Serbisht, po. Ja. Si të kënë në bani, po. Ose këngëtari është artist. Po, muzika s'ka lidhje. Unë dash jam shumë korrekt, sepse arti dhe kultura dash na bashkojnë, nuk në ndajnë. Ka që ndajnë. Shumë drejt. Shumë drejt, po. Edhe një gjatë tjetër. Bana koncertin e dytë në Shkodër, e qujta Balkan Harmony, kam kënu për Balkanin, me jetu në paqë. Kam kënu këngë turke, të Ibrahim Tatlis. I ke thënë falemderi që dhe madhe 500 vjetë në pushtim. Po, shumë drejt. E kam kënu Ibrahimit, po e mora normal, edhin ti si merren, e bana e kam ingjizu New Jersey, edhe e të kësaj, atë ke Balkan Harmony, me harmoni dhe me thanë, me të të paqë, ka që kene na. I këtë burë e kam knasin më të madhe i herë që nuk shpedzova kur gja, po e kalu me i kohë të bukur. Dje sot, edhe pa kaloj dhe i herë deri në aeroport, bravo. Okej, kur dushte? Moje bukura, more, si të lash e mas të pak. Moje bukura, more, si të lash mas të pak. Si të lash, si të lash, si të lash mas të pak. Si të lash, si të lash, si të lash mas të pak. Bravo! Gëngoja, I ka pak. It's okay. Me qenë se qiftelia e kaluan pak, por edhe ka një defekt vogël. Një përshëndetje për gjithë shikuesit. Kjo është e fundit si instrument që ju luani dhe pastaj do ta mbyllim bisedën.
Ju falenderoj shumë. Pardon zoti Fran, jemi në fund. Sigurisht kjo ishte një bisedë falenderuese për zotin Beharneli. E të falenderoj, por para se të them dy fjalë vetë, pardon zoti Fran. Unë shfrytëzoj rastin tani me që nuk kemi edhe kohë shumë në dispozicion, ti përshëndes gjithë teleshikuesit, ti falenderoj edhe një herë nga zemra gjithë ato që mbështesin televizorin e shqiptarëve të Amerikës, edhe ato që u bën pjesë e gëzimit tonë të 25 vjetorit të krijimit të këtij televizioni, që do kemi edhe shumë e shumë për vjetor të tjerë të festojmë, të gëzojmë së bashku, që kaluam një mbrëmje vërtet të shkëlqyer, si që ka hije vëllezërve dhe motrave të gjakut të shenjtë shqiptar. Dhe këtë program, do më thënë që është shumë special për mu, pasi jo vetëm që jemi në një studio speciale, por kemi dhe artist special, si që është Beharneli, miku im i dashur, i shtrenjtë për dekada. Është vështirë në këtë pak minutazh që më ngeli të flas dhe të analizoj për masat e këtij artisti, qoftë nga krijimtaria, qoftë nga interpretimi, por qoftë edhe si një djalë, sepse djalosh është edhe nga mosha model. Vërtet është kënaqësi shumë e madhe që të kemi në mesin tonë, ishte kënaqësi shumë e madhe që të patëm edhe në përvjetorin e 25 të krijimit të këtij televizioni, por edhe mikun tim shumë të dashur, një këngëtar i dashur dhe një fytyrë që gjithmonë buzëqesh, Artur Matia, që vjen nga djepi i kulturës shqiptare, nga Shkodra jonë e dashur, Shkodër Locja. Nuk kam çfarë të zgjas më tepër, përveç se t'ju falenderoj nga zemra. Na shtut gëzimin me pjesëmarrjen tuaj, tamam siç ju ka hije vëllezërve, këndofshi gjithmonë. Behar i dashur, e tha dhe zoti Vila, edhe Artur i dashur, kjo studio i mirë pret gjithmonë artistët, dhe artistët i japin edhe vlerën e bukur, domethënë dhe ato lulet këtij programi, kështu që nuk kam shtoj më tepër, por u bashkofshim gjithmonë në aktivitetet bukura kombëtare, sepse ne kemi shumë nevojë për këto veprimtari, për këto aktivitete, dhe këndofshi, u gëzofshi gjithmonë. Faleminderit shumë, zoti Vila. Desha të them diçka nëse ashtu, e kam si ëndër në këtë studio të bukur, me që është viti tjetër botërori, Shqipëria mundi Serbinë, shpresojmë që ta shoh kombëtaren shqiptare këtu. Bravo. Kualifikohen edhe ta shoh këto do të ishte mrekullia më e madhe. Tonë më në fare. U mund shkoj sepse kena mundësi reale për të kualifikuar. Vështirë është, por Është do të ishte artist. Falenderoj shumë. do të ishte mrekulli. Më bukur. Tu nuk kishte diçka për të? Jo, për gëzim o zot, arshim, si kur tha zoti Franën, ka krenari mi ju pas ju si televizor Alp TV of United States. Unë e thash edhe për pare, nuk e di, e keni ngjizu, po e thash, është klani numër 1 në Shqipëni, se TV-shëja jam dakar dhe është televizori i parë shqiptar, po sot për sot është klani edhe ju në United States jeni ju Alp TV USA. Falenderoj shumë. Zoti i bekoft, zoti i bekoft. Si të them, ne kemi vend në spot, por kam rastin se ju keni investuar edhe për ndërtimin e studios. Mo, atë sa kisha mundësi. Po. Por vizioni juaj, këndvështrimi juaj, pra është më i gjerë se sa ashtu se çka këngën. Bravo, faleminderit. Edhe ndihma juaj. Falenderoj shumë. Zoti Dili, isha shumë i privilegjuar. Edhe pse në një kohë shumë të limituar, edhe pse me pjesëmarrje të tjerë, pra kemi markohën tuaj, unë jam shumë i kënaqur, edhe ke qenë ëmbëlsia e këtij aktiviteti, të falenderoj, me shpresë ti përsëri këtu në studio, uroj ti që jetë gjatë në krijimtari, uroj ti që jetë gjatë në krijimtari, që konsideroj falenderoj të ftuarit zotin Gjoka, Neli dhe zotin Matia, ju falenderoj për momentin e mirë pafshim me të ftuar të tjerë në emisionin Kultura Shqiptare në Emigracion. Deri atëherë miru pafshim. Shumë faleminderit.